thonë në cilën ndodhet vendi, privilegjin për qenë më i përgjegjshëm, më i obliguar në këtë proces qytetarët e Republikës Kosovës me 7 qershor ja dhanë subjektit më të madh në vend, dhe përrjedhoi kjo përgjegjësi dhe ky interes duhet nisur nga ky subjekt politik dhe lutem që ta kuptoj atë çështjen kryesore që ka sistemi politik në vend, e që është kompromisi sipas rendit të gjërave, rendit kushtetues në vend, pra ta kuptoj se në Republikën e Kosovës ndihmon në ecje përpara vetëm kompromisi si njëna prej segmenteve kyçe të sistemit politik në vend. Tani, rezultatet është, po dihet se janë certifikuar, por rrjedhoi unë kam prit të besu, po paralelisht është shpresu, megjithatë që kreu i subjektit më të madh vend me njëherë do të filloj me negociata siç ka premtuar, kur është pyetur kur do të fillojë negociatat, ka thonë me të certifikuar rezultatet unë do të angazhohem që të komunikoj me subjekte tjera politike drejt formimit të ecjes drejt formimit të institucioneve të vendit. Në anën tjetër, subjektet politike 2, 3, 4, disa prej tyre, në rastin konkret Aleanca ka qenë e sqarueshme sa i përket ambicieve të saj për të përfshirë në qeverisje, pra duke kërkuar disa ose vendos disa, po themi ashtu, kërkesa, kritere se çfarë janë ato të nevojshme për Republikën e Kosovës dhe si kundërpesh prezencën e tyre dhe mbështetjen ose për të mos qenë bllokues në instancë fundit në zgjedhjen e shefit shtetit si njëna prej arsyeve të përmendura për shkuarjen në zgjedhjen e 7 qershorit, edhe pse unë kam përsërit disa herë që ka qenë jo vetëm çështja si zgjedhje, si emër, por ka qenë mungesa e kompromisit të pranueshëm mes palëve. Në anën tjetër, po flasëm për atë çfarë ka qenë nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, ku menjëherë pas procesit zgjedhor kanë thonë që nuk kanë vijat kuqe as për komunikim edhe për mundësi bashkëpunimi, dhe lidhjen demokratike të Kosovës, e cila ka ndryshuar në shumë momente dhe problematika thelbësore me lidhjen demokratike të Kosovës është mospasja e trajektorës në qëndrime në mënyrë që të dihet se çfarë duan. Mbrëm, a e kuptuat qëndrimin e PDK-s apo jo? Tani, shef, unë po flas çfarë flet kreu i partisë. Dhe kreu i partisë, instanca përfundimtare e qëndrimit subjektit politik dhe të fuqisë që ka qenë ajo çfarë ka qenë. Pra nuk kemi vijat kuqe për komunikim edhe për mundësi bashkëpunimi. Në anën tjetër, për pas këtë problematika thelbësore e ish subjekte politike opozitare dhe partive aktualisht 2, 3, 4, është tek ajo që unë dua të shpresoj që do të shkarkohen në një moment dhe ka të bëjë me shkarkimin nga frika se mos një qëndrim i caktuar mund sjell ose rënje ose ngjajshme të pozicionit tyre në Kuvendin e Republikës. Pra, unë kërkoj që subjektet 2, 3, 4 të jenë të sqarueshme në qëndrimin e tyre, nëse nuk duan, rregull fort, e kanë të sqarueshme pozicionin dhe qëndrimin dhe përqasjen e zotit Kurti se i përket posaçërisht Partisë Demokratike të Kosovës, që ka thënë që përderisa janë 5 instanca të vendosjes, unë edhe shprehimisht në një formë ose tjetër nuk është se kam interes, dhe interesi thelbësor ka qenë tek lidhja demokratike e Kosovës për ta pasi partner bashkëpunimi. Dhe pse jo, edhe lidhja demokratike e Kosovës e ka për obligim që të sqarohet. Unë e kuptoj dhe ndaj mendimin me kolegë që lidhja demokratike e Kosovës e ka një problematik, sidomos tani që ka këto shpërthime që kanë ndodhur, sa i përket mos pajtimit për të bashkëpunuar, dhe unë më shumë të i vlerësoj ata të cilët kanë qëndrim të prerë. Dhe në këtë rrafsh, zoti Abdigjiku kur njëherë s'ka pas një qëndrim të prerë, për brenda subjektit vetë politik ka pas njerëz që kanë thonë ose po ose jo. E sidomos ata që kanë qenë për jo, kanë pas një qëndrim dhe respekt. A nuk është qëndrim i prerë kur thotë që nëse kanë presidentin? Tani, shif, unë duhet besoj që kur të ulen në tavolinë gjërat do të marrin një trajt pak më ndryshe, mirë, po problematika është që i fuqishmi është ai që duhet kallëzoj se si të ecet të rritë kompromisi. Pra, është më se vërtet që subjekti i parë në Republikën e Kosovës e ka fuqinë si pasojë e rrethonave për të pas partneritet me ish partnerët, tani prap partner, me subjektet e bashkësive etnike në Kuvendin e Republikës Kosovës, plus zotin Rashić, që ata konsiderojnë më ndryshe se sa pjesëtar tjerë të komunitetit serb që përfaqësohen nga lista serbe, dhe të jetë se përpara pra kanë numrin për të bën kuvendin, konstituu kuvendin, bën qeverinë, mirë po kështë me qenë e rekomandueshme, se në qoftë se shkohet me këtë formulë, atëherë zotni Pozhari ka plotësisht të drejtë që në qoftë se përdoret kjo formulë, Republika e Kosovës, qytetarët e saj
i presin edhe një palë zgjedhje. E unë nuk do t'i rekomandoja, edhe pse procesin zgjedhor edhe në këto rrethona është si demokratik dhe jemi në rregull, nuk jemi as si fundit, as si vendi i parë që pojmë zgjedhjet shpeshta deri tek maturimi politik për ta kuptuar që duhet kompromis. Në këtë rrafsh unë konsideroj kishte me qenë shëndetshme dhe e rrugës që subjekti më i madh në vend me njëherë nesër të provonte maksimalisht gjente kompromisin dhe të mos konstruoj as kuvendi. Lëshoj do në thoni. Unë nuk po du me as qërëm këtë tokfjoshet pazare, me lëshim pe, unë nuk po du me i full për çfarë bie tjetër. Dakor. I parë qëndrimet, po. Termi pazaret dhe lëshim pe, kjo mund të përdoret për konsum fushat elektorale, mirë po nga vullneti për të pasin sione po du me kuraju momentin që mos mu ngarku me këto shempe dhe pazare politike, mirë, po me pas marrëveshje politike. Gjithsesi, kur kemi marrëveshje, polet edhe lëshojnë pe, në son sfunit. Kjo nuk është nuk do mend, nuk është në farë filozofie. Dhe në këtë rast unë konsideroj që kishte me qenë shëndetshme para konstruimit kuvendit, që është sipas procedurës jemi në rregull, është konstruimi kuvendit, zgjedhja e qeverisë, ka pas praktika, ka pas mandatar nga ana ushtruesit detyre të presidentit, jemi në rregull me këto. Mirë, po problemi është që kreu i kuvendit, zgjedhja e qeverisë mos bëhen pa një marrëveshje politike mes subjekte politike në mënyrë që faza e tretë, zgjedhja e shefit shtetit të shkojë pa problem. Dhe unë lutem ndodh kjo për arsye se Kosova ka regres të madh në të gjitha rrafshet dhe çka është më e keqja, nuk ka adresë përgjegjësie. Të gjithë mund si më thon, kanë arsye thonë ne nuk jemi përgjegjës në son fundit, kemi një qeveri me mandat të ushtruesit të detyrës, një opozit, po themi ashtu e pasqarueshme në çfarë pozicioni është opozitar apo jo opozitar, dhe çka është më e keqja, të gjitha këto pozicione aktuale po e krijojnë situatën ku përgjegjësi të pastër nuk merr kërkush. Dhe unë ka herë po friksohuna, mos ju intereson të gjitha palëve që të shkohet me këtë lloj amullie të mungesës së përgjegjësisë, duke mos e menduar që Republika e Kosovës, qytetari i saj, është duke përjetuar një periudhë jo të lehtë ekonomikisht, edhe të shumë tjera të cilat janë përbërësit e jetës përditshme të qytetarëve të vendit. Mustafa, deri më 7 gusht